Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky program mundësohet nga Infinity Office, Kiabi, Natural. Një program I ri me yje të vegjël. Mirëmbrëma Yje Kids, me disa nga fëmijët më të qiltër, më të zgjuar, më të ndjeshëm, më kurioz dhe më të sinqert që kam njohur. Çdo të diel, ora 18 në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ajla, e gati. Mirë se erdhe te shtëpia ime. Faleminderit. Si të duket? Shumë e bukur. Më thua një gjë që të pëlqen dhe një gjë që nuk të pëlqen. Më pëlqen ai libri me Brain Rot. Nuk më pëlqen aja rrushi me babit të Peppa Pigu dhe aji Rosa, ku aty poshtë nuk e di se që është, se janë që për fëmijë më të vegjël. Sa vjeç je ti? 8. 8. Okej, je në klasën e? 2. Në shkollën? New York. Oh, New York. Ke qenë të njërë në New York për e vërteti? Ja. Jo. Amerikë s'ke qenë asnjëherë? Ja. Ose shkurt I themi dhe Marif. Marif? Pse? Po se na që kopshti e ka emrin Marif, po është I njëjti fondacion, ndërsa shkolla e ka emrin New York, po ne I themi si të duam. Oh, okej, kuptova. Do të qeras me një lëng, ç'a të pëlqen? Molla apo boronica? Boronica. Eko. Në pish sa të duash ti. Po pitë mollën. So, Anesa, më trego pak për veten tënde. Për shembull qa? Për shembull, më trego pak për familjen tënde. Familja ime është shumë e dashur, edhe te familja ime është vllai, mami dhe babi. Vllai sa vjeç është? 4 e gjys. 4 e gjys. Si shkon ti me të? Mirë, për në një herë, kur ai po los dhe unë një herë nga smej se du t'ja marrë atë gjën që me atë që ai po los. Dhe kur ai don gjithmonë që ta pyes a ta marr apo jo. Nuk don që t'ja marr me zor. Ose kur ne lozëm dhe ai më gjuan më gritë më kështu. Të bezdis. Tha. Këto vëllezërit e vegjël dhe motrat e vogla janë herë bezdishme, a? Tha. Ti do kishe dashur motër apo vëlla? Unë kur kanë qenë 3 vjeqe, I kam thënë mamit kur kam pasur ditëlindjen që mbusha 4 vjeqe, I kam thënë mamit dhe babit, a mundeni që të më bëni një vëlla, dhe ato ma kanë bërë. Ashtu? Unë kam dashur vëlla, por edhe motër desha, por thash për mirë të kem një qumë. E si e bën ato vllajnë? Qa? Si e bën vllajnë ata? Po, babi dha dashuri mamit edhe mami e bëri. Dhe ato më thanë mua po, me qëmë se kisha ditëlindjen. Oh, ta bën dhuratë për ditëlindje. Sa dhuratë e bukur, a? Cila është dhurata më e bukur që ke marrë ti ndonjëherë përveç vllajt? Të gjitha janë shumë të bukura. Edhe këtë vit, që kam mbushur 8 vjeqe, në 10 nëntor, prap ka qenë shumë e bukur. Okej. Qa punë bën mami dhe babi, Elisa? Mami është drejtoresh finance të Infinity dhe të Noa. Të Noa më shumë është drejtoresha, ndërsa babi është drejtori të Aeroprinti edhe të Infinity Office. Janë të dy drejtora, do me thënë. Si drejtojnë ata? Po I drejtojnë punojësit që se bëjnë një gabim. Janë të rept? Ja, nuk janë të rept. Ato, edhe pse ato bëjnë një gabim, ato nuk I bërtasin, por I flasin që ti nuk duhet ta bësh këtë gjë. Ja shpjegojnë? Pa. Okej, në rregull. Po ti bën ndonjëherë gabime? Në një herë. Qa gabime shke bërë ti? Nuk I bëjmë në gjitha se ka një muaj që nuk bëjmë gabime. Ke një muaj që nuk bën më gabime? Pse qa ka ndodhur këtë muaj? Po janë sjellur më mirë. Po vllai? Vllai bën gabime se për shembull, mund që të më griti mua dhe mami
ja ngrin zërin, nuk i vërtet asnjëherë, po vetëm i ngrin zërin dhe i flet që ti nuk duhet ta bësh këtë. Ose i flet kur sillet në njëherë keq te kopshti, se ka një shok që ai sillet çik keq edhe ai kopjon Atena që është çik më i madh te klasa. Po mami vërtet ndonjëherë? Jo, Asnjëherë? jo. Mendon që prindrit duhet bërtasin apo jo? Po kur bëj një gabim shumë të madh do të vërtasin, por kur bëj në një gabim që rregullohet, nuk besoj se duhet të vërtasin shumë. Si janë për ty prindrit ideal, prindrit më të mirë në botë? Çfarë duhet të bëjnë? Po, duhet t'i plotësojnë dëshirat fëmijëve. Ku ka shkuar dhëmbi? Në Kamarzana. Ku e ka çuar? Nuk e di. Do ta sjelli prap? Nuk e di. Sa dhëm ka Marzana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Të 6 dhëmbët i ka marrë? Po janë të mesit këto. Okej. Je mërzitur që i ka Marzana? Jo. Disa dhëmb i kam ruajtur. Te aty kur ruajnë flokët e para, këpucët e para, zarfin kur kam qenë te barku i mamit, flokët e para, këto gjërat. Ke qenë te barku i mamit ti, a? Po, Sa kohë ke ndënjur aty? 1 vit, 1 vit ke ndënjur aty? duket se. E pastaj, ç'a ndodhi? Linda. Si linde? Nuk e di, se më mbaj mend. Babi ka thënë që ti mban mend gjërat që 3 vjeçe, jo më pak se. Që 3 vjeçe e tutje. Po. Cili është kujtimi më i bukur që ke ti që 3 vjeçe deri tani, një gjë e bukur që mban mend? Dita kur më ka marrë babi nga kopshti, çik më herët dhe kam shkuar te materniteti që ka lindur vllai. Ç'a mendove ti kur e pe vllain për herë të parë? Ishte shumë i bukur dhe mami tha që ai të ka bler disa bath. Vërtet? I tha mami që ndoshta te barku im ka pasur një dyqan vathësh që e ka bler aty. Për çfarë i duhet një motre, një vëlla? Po sepse një motër nuk mundet të rritë të lozi vetëm ose me mamin dhe me babin, don që të ketë dhe një vëlla ose një motër që të lozin, që t'i kenë gjërat, për shembull, se mami dhe babi mund të kenë punë dhe mund që mos lozin, mund të merren me punë që për të tjerët përpunojësit, edhe vëllai ose motra mund të lozin me ne. Sipas teje, sa antar duhet të ketë një familje perfekte? 5 ose 6 ose 4. Ju jeni 4 tani. Pa. Do t'i kërkoni mamin që të bëj një tjetër bebe apo jo? Pa. Babi thot që në formë shakaje që ti do të bësh edhe një motër dhe një vëlla tjetër. Po mami ç'a thot? Mami thot, mezi po i menaxhoj këto të dy, jo më të vej dhe tjerë. Sepse unë vi nga shkolla ose në 4 në njëherë se kam after school, ose në 3 që më marrin kushurinë, dhe deri në 6 bëj pushim, pastaj filloj detyrat dhe mund t'i mbaroj në orën 7-8. Edhe mami bën darkën, babi punon në kompjuter dhe në njëherë merren dhe me vllai. Vllai e ka këtë që gjen një lodër edhe loz dhe vetë, nuk e ka problem 1 orë, 2 orë, 3 orë. Po ti? Po ne kam problem se dua të loz me disa ose 1 ose 2 fëmijë. Ti jeton këtu në Tiranë, Nisa? Pa. Të pëlqen Tirana? Pa. Çfarë të pëlqen në këtë qytet? Po se ka shumë gjëra të bukura. Për shembull? Për shembull si këndet e lodrave, nuk ka gjë pse nuk janë të mëdhenj, po prap janë shumë të bukura, janë lodra shumë të bukura dhe liçenet janë shumë të bukura. Për shembull pemat, kur bien gjestet janë shumë të bukura. Ti ke shumë shoqe? Pa. Ke më shumë shok apo shoqe? Nuk e di se duket se janë 12-13 goca dhe 9-8 çuna, nuk i mbaj mend. Okej. Shumë mirë. Se janë shumë dhe si mbaj mend të gjithë. S'ke faj. Kush janë më të fortë, çunat apo gocat? Na janë shumë
Goca, gjithmonë fitojnë gocat, edhe që nga që më fort janë. Cilat janë karakteristikat që ty të pëlqejnë më shumë të gocat? Që janë të sjellshme. Ke qef t'ja nisa t'jesh e famshme? Pa. Çfarë do të thotë t'jesh e famshme? Që të dalësh në televizor, të shikojnë njerëzit dhe të shikojnë gati të gjithë shqiptarët. Aha. Dhe ti ke qef që njerëzit, që shqiptarët që të shikojnë të pëlqejnë, të thonë fjalë të bukura? E nëse nuk të thonë fjalë të bukura? Unë do mërzitën qik, por prapë s'kanë që të bëj, se ato vete shikojnë që se qa po bëj unë dhe ato po e shikojnë që unë në qëfëse po bëj një gjithë të mirë, unë e kam bërë dhe ato thejnë bravo. Në qëfëse atyre nuk i pëlqi, prapë s'ka gjë për mua. Nuk ka problem. S'ka gjë, se prapë mua më pëlqen vllai, mami, babi e të gjithë familjarë që më njofin. Kjo është e rëndësishme, apo jo? Pa. Të të pëlqejnë njerëzit që të duan? Pa. Prindrit e tu, Pa. kanë bërë një dasëm të madhe? Pa. Po? E ke parti? Ja, se kanë parë, por ato i kanë rujtur dhe unë i kanë parë me vllajën bashkë. Fotot? Jo, fotot po videon, gjithë nga fillimi deri në fund. Hajde ma tregojnë që kësi ishte video dasmës. Tani unë nuk e mbaj më ndatë shmirë, po e mbaj më që e kam parë, se kam parë 6 vjeqe. Okej, pas ke qenë e vogël atëherë. Po kur ma kanë treguar. Dhe na e kanë treguar në televizor, po mbaj më që i din ato kështu që vejnë zjarë edhe e lëshojnë në ajër, ato kishin bërë edhe ishte video 1-3 orë, nuk e mbaj më të. Ishte bërë bukur mami? Deri 1-2 natës. Sa shumë. Ishte bërë bukur mami? Pa. Po mami e babin, ku janë njohur? Po se mami kishte një shoqe që tani ajo është dentiste, edhe ajo punonte të puna të Infiniti, po tani është bërë dentiste, edhe pastaj babi e shikonte për ditë kur vinte me shoqen e mami që e ka emrin Havalinda. Shkurt mami i thre Linda, edhe Lina më fal, edhe pastaj babi e ka pyetur, a është e martuar apo e fejuar ajo goca, dhe Havalinda i ka thënë jo, dhe babi dhe mami janë njohur dhe janë martuar. Janë martuar direkte? Jo, martuar, po kam folur qik, nuk e di se sa kam folur. Dilshim për kafe çdo mëngjes. Edhe pastaj janë njohur mirë dhe janë martuar. Tani jetojnë bashkë? Pa. Janë të lumtur? Pa. Zihen ndonjëherë? Ja. Asnjëherë? Ja. Ato vetëm mund të flasin me njëri tjetrin për ato të punës, por nuk zihen asnjëherë dhe kanë thënë që as nuk do zihem asnjëherë. Parata janë të rëndësishme për ty? Pa. Pse? Sepse pa para ne nuk do hashim ushqim, nuk do shkoshim në shkollë, nuk do të kishim një shtëpi të madhe dhe të bukur, nuk do të kishim biçikleta ose skuter ose dhurata për ditëlindje ose nuk e di, ose një dhomë të madhe tonën, nuk e di. Ose një çantë karrotë si që kam unë, ose vojra, shtabile, ose lafso, nuk e di. Ja, kështu. Ose nuk do kishim uniformën e shkollës. A të bëjnë para të lumtur? Pa. Po mos kisha para unë dhe ato më bëjnë të lumtur sepse unë haj ushqim çdo vakt dhe mami dhe babi ma kanë paguar dhe drekën edhe mëngjesin dhe prandaj. Do më bësh një pikturë të shikoj sa bukur pikturon? Për shembull qa? Për shembull, më përshkruaj dhe ma pikturo si është për ty dashuria. Kjo është për ty dashuria? Pa. Ma përshkruaj pak?
këtë është babi dërë për dërë me mua, pastaj unë jam dërë për dërë me Rim, pastaj Ri dërë për dërë me mamin, e këtë është dashuria për mua dhe kam vizatuar dhe një zemër në mes. Shumë bukur. Anesa, ke ndonjëherë frikë ti? Ja. Asnjëherë? Ja. Nga asnjë gjë? Ndërsa në kem në një gjë, por nuk mbaj mend që të kem në njëherë frikë. Edhe kur na ikin dritat e shtëpia, prapë unë loz me vllajin kështu, me duar, ndezim dritën e telefonin dhe lozim me duar. Për shembull, unë bëj shifrinë. Nëse do kishe mundësi t'i kërkoje vetëm një gjë, mami dhe babi, çfarë do t'i kërkoje? Që, për shembull, do doja që të më bëni një fest surprizë me shokët. Okej. Mirë. Që të ishin shokët aty dhe sa t'hysha unë, mos gjesha asë njeri dhe sa të lozja vetëm 1 minutë të trampolinat për shembull, ose të një vend tjetër, direkt ato të më vinin të më përqafonin. Ti a ke kafshë shtëpiake? Ja. As mate? Ja. As qenë? Ja. Nuk të pëlqejnë? Ja, unë i kam shumë qef, por mami dhe babi që mi blejnë, thonë që kur të bëjmë me një shtëpi të madhe si me bare kështu, që do bëjmë për 3 vite. E keni plan për 3 vite ta bëni shtëpinë? Pa. Okej. Mami tha që mund të blejmë, unë ja kërkova që të më blente një lepur të bardhë. Mund të kërkosh edhe mamit edhe babit një macë ose një qenë? Mua nuk më pëlqen macet, i kam gjithmonë një natë, dhe që kur kam qenë 5 vjeqe, unë si kam bërë as edhe një gjë, po hysha në shtëpi dhe ajo më ka gritur këto. Pse mendon se e bëri? Gjithë krahun më ka bërë gjak. Po pse? Nuk e di. Se nga smove? Jo. Jo? Mami thot që ndoshta ajo ka ardhur te këmbët e tua dhe ndoshta kur ke lëvizur këmbën e ke shtypur pa dashje te bishte. Kështu ka thënë mama. Cila është shoqja jote më e ngushtë? Kam 3 më të ngushta që është e para si Hana, e dyta Sofia dhe e treta Ona. Okej. Çfarë është e rëndësishme për ty? Po unë jam më e madhe nga të gjitha. Ti je më e madhe. Çfarë është e rëndësishme për ty tek një vajzë që duhet të jetë shoqja jote e ngushtë? Pra çfarë duhet plotësoj ajo për të qenë shoqja jote e ngushtë? Që të sillet mirë me mua. Dhe mos të më lëndoj, ose kur të rrëzohem, unë mos të qeshi me mua, ose të mos më talle. E nëse do ta bëj këtë gjë, çfarë do bësh ti? Mos do e ke më shoqe. Si do t'ja thuash? Ti me qëmë se më bërë këtë, unë të them më falë, por unë nuk të kam më shoqe sepse ti më ke lënduar me këtë gjë që më ke bërë. Çfarë duhet bëjmë me njerëzit që na lëndojnë, Anesa? Unë besoj që mos t'i kemi më shok. Por gjithsesi, në një herë, ajo e bën për shaka, por unë e kuptoj që e ka për shaka dhe thot, a e bëjmë shoqe prapë dhe unë i them po. Dhe që e kam bankën afër, prandaj. A duhet t'i falim njerëzit që na lëndojnë? Po nëse s'kam bërë në një gabim të madh, edhe mund të t'i falim. Nëse ka bërë një gabim të madh, nuk besoj se duhet t'i falim. Okej. Ti a beson në shanse të dyta? Po. Gjithmonë? Duhet t'i japim një shansë të dytë njerëzve? Po. Gjithmonë? Jo gjithmonë, po në një herë. Dhe një herë po. Cili është gatimi më i mirë që bën mami jot? Lasagna. Bën mirë? Tiramisu bën? Jo, mami im se bën dot. Se bën dot? Jo, nuk di se si ta bëj. Kushurira ime Alcida e qanë e bën shumë të mirë. E bën të mirë? Edhe unë e bëj të mirë. O? Po, do ta provosh një tiramisu që kam bërë? Po. Kjo është e imja apo e Okej, e Anesës, e para dhe kjo është e imja. Ajo i bën dhe sushit shumë të mira. I bën dhe sushit e mira? Po, se i vlen në market ato shtresat dhe prandaj. I vlen në market shtresat. Ta hapun t'ju zemër që ta kesh gati. Kjo është me pistachio, një tiramisu speciale që unë e kam bërë enkas për ty. Provoj edhe më thuaj si të duket. Jam lodhur shumë duke e bërë. Mirë duket. Si duket të shpirt? Mua më duket e mirë, po thjesht unë nuk e kam pëlqyer kur pistakion.
Babi mi han gati çdo gjë me pistakjo, por mua nuk më pëlqen fare. Silleni atë tiramisun tjetër me kafe. Ka provojmë një për kafe? Unë dhe njëherë i marrë mamit kafen, kur e kam mbaruar dhe i hep sinqer dhe haj sinqer me kafe, ose kur po pi kakao, unë i the mami do më hedhësh që kafe dhe mami më hedh. Po gënjeshtra, thua ndonjëherë? Jo. Asnjëherë? Ndoshta mund të them një gjë me shaka, por nuk gënjej kurrë. Nuk gënjen kurrë. Jo. Pra, nëse thua që kjo tiramisuja është e mirë, është super mirë. Pa. Ham pra. Unë nuk më pëlqen pistakjo, prandaj. Okej. Mirë, rregull. Okej. Çfarë do të thotë ti jesh i lirë? I lirë do me thënë që mos të jesh në punë, për shembull të kesh lek, po të bësh që të duash, mos të shkosh në punë. Kjo do të thënë ti jesh i lirë Pa. për ty. Përqafoj të t'jap një përqafim? Kënaqja me ty sot. Shumë faleminderit që erdhe. Kam edhe një dhuratë në të Ty. Të pëlqejnë dhuratat? Pa. Okej. Ulo aty ta marr. Urdhra shpirt. Faleminderit. Mund ta hapësh. Ta shikosh. Është nga Kjabi. Ke qenë të njerë të Kjabi? Jo, unë s'kam qënë, por mami dhuratën e parë ma ka bërë të Kjabi. Shishi. Pas kemi të njëjtën ide unë dhe mami jote atëherë. Shikoj njëra të pëlqen. Si duket? Shumë e bukur. Të pëlqen? Pa. Për Krishtlindje. Gëzuar shpirt. Faleminderit. Ky program u mundësua nga Infinity Office, Kjabi, Natural. Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.